Për Briza me radh, ky ka qenë burimi ku banorët e fshatit Zarqe në Tiranë kanë pirë e kanë mbushur ujë, një pasuri natyrore që sipas tyre prej shekuj ka furnizuar komunitetin, kafshët dhe ka qenë pjesë e habitatit të zonës. Por sot vendi që dikur ishte një prej pikave më të bukura të fshatit është shkatëruar. Ka qenë shumë shëvullor. Aty motudi ka qenë i qinori i madh, thosh i pemë shumë e madh mbi vjeçare, por do sonshtet o bëj katastrofë tu, se më kemë mund pa të sot. Banorët thonë se gjithçka ndryshoi pas hapjes së një pusi nga një banor i fshatit. Ndërhyrja sipas tyre ka prekur rrjedhën natyrore të burimit dhe ka sjell pasoja që sot i konsiderojnë të rënda për gjithë zonën. Me gjyshe, me nana, me kemi la, kemi shla, kemi bo dasë, kemi bo do gjomë me këte burim. As i pik ujë nuk del. Ai ka nxjerrë i qesën, thot i kanë nxjerrë i qesën, edhe thot i kanë nxjerrë për kafshët. Të shi kush sheka që kafsh e mençme, që të vika telefonit personi që hes hap ujë nëse duhet pi ujë. Banorët thonë se po ashtu është dëmtuar edhe një rrugë e vjetër me kaldrëm, qindra vjeçare. O bëj katastrofë tu. Kryeplaku i fshatit Dritan Çurri thotë se ndërhyrja ka prekur peizazhin dhe element të trashëgimisë së zonës. Burim i vjetër, shumë i vjetër. Edhe vjen mushin, ka pas mushin njerëz nga lagja lart, vishin poshtë edhe ikishin lart. Pse është kaq i rëndësishëm për ju? Po i shërben popullit. Banorëve. Nuk ka vu kush ndjeni. Fare. Njoftuam para disa ditësh. Pasojat e ndërhyrjes shihen edhe në terren dhe për këtë arsye banorët kanë vendosur të drejtohen dhe autoriteteve. Ta mbështesin për këtë gjë, për këtë katastrofë që është bën këtu ke burimi jonë. Për banorët çështja nuk është thjesht ujë, është historia e një fshati, një burim që ata thonë se ka ekzistuar rreth 2000 vitesh, rruga e vjetër që ka lidhur zonën ndër breza dhe një peizazh që sot, sipas tyre rrezikon të mos jetë më ai që trashëguan. Tashmë ata kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për atë që e cilësojnë si krim mjedisor.